me qeveri që vinë sa komunist, ti ke sistem demokratik, ai me 5 ligje, 6 ligje, 7 ligje, me parlament, me gjëra, ai ti heq gjithë drejtat dhe ti përfundon diktaturë. Ai thoshte, një tregizi i madh dhe një shoqëri që ka shumë të zhvilluar informalitetin, nuk arrin dot të bëhet diktaturë, sepse të gjitha valvet e shkarkimit në tregun e zi prodhojnë që gjithë sistemet e kontrollit të vendit zhbëhen poshtë nga tregu i zi. Rasti i Shqipërisë 2020-2021. Vishin emigrantët në Shqipëri dhe blenin ilaçe që nuk e joshin të bleshin perëndim. Hidrokloriksin, ivermektin, që dolin më vonë që ishin të shëndetshme për të parandaluar dëmtimet e shëndetit nga pandemia. Koncepti është që shoqërisë si e jona nuk kanë arsim fare, kanë të shkatruar shkollën. S'ka kush të bëjë lavazhtruri i fëmijëve. Sistemi jonë mediatik është i diskredituar, nuk se ti do të dëgjosh 100 gjëra dhe ti do besosh asnjërin për faktin se ka një kontradikt totale.